Brenda 3 muajve, deputeti i LSI-s për parim Spahiu i provoi të treja: kundërshtimin, përjashtimin dhe rehabilitimin. Ai doli kundër qëndrimit zyrtar të Partisë për Reformën në Drejtësi, u përjashtua nga partia dhe u rehabilitua. Pash deputetin e përjashtuar për parim Spahiu që mori pjesë në fushat, apo e amnistua? Po i votoj për reformë, kështu që. Pra, Spahiu është sërish deputeti i LSI-s. Sipas Petrit Vasilit, po. Ai shpëtoi grupit. Por me rehabilitimin nuk mbaroi gjithçka. Ajo që përflite për disa ditësh në korridoret e Partisë së Tretë në vend, më në fund ndodhi. Njësoj si në qershor kur doli kundër rolit vendimarrës të huajve gjatë vetingut, deputeti Spahiu përdori Twitterin për të lajmëruar një vendim të rëndësishëm. Vendosa sot të kandidoj për kryetar të LSI-s. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Shumë gjëra duhet t'i ndryshojmë në bashkëqeverisjen. Kjo është hera e parë që një deputet i LSI-s përdor një gjuhë kaq direkte për të kritikuar koalicionin, ose thënë ndryshe, mënyrën se si kanë bashkëqeverisur Edi Rama me Ilir Metën. Top Channel mësoi se deputeti Spahiu ka ngritur një platformë për të nxjerrë në pa mangësitë dhe pakënaqësitë për funksionimin e bashkëqeverisjes. Kjo gjithashtu do të jetë hera e parë që në LSI do të zyrtarizohet si pasojë e kandidimit Spahiut edhe linja pakënaqësisë në partinë e dytë koalicionit për koalicionin. Por sa mbështetës do të ketë brenda LSI-s linja kritike për bashkëqeverisjen. Përgjigjja e kësaj pyetje i bën zgjedhjet në LSI shumë interesante, jo për LSI-n, por për vëzhguesit e vëmendshëm të tensioneve brenda mazhorancës. Rezultati i 6 nëntorit me përqindjen e të pakënaqurve mund të konsiderohet si fillimi i zgjidhjes së enigmës, nëse Edi Rama dhe Ilir Meta do të dalin sërish së bashku në zgjedhje. Nëse të pakënaqurit nga bashkëqeverisja do të rezultojnë me përqindje të lartë, Ilir Meta mund ta përdorë atë si një kartë presioni. Historia e afërt e LSI-s e ka treguar se Pakica i ka dhënë drejtim koalicioneve. Mandatet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo juaj personal, setat juaj. Mandati im personal do të jetë kundër Edi Ramës, që do të thotë mund të jetë edhe pro Sali Berishës në votimin në kuvend. Paradoksalisht ishte vetë kryeministri Rama që shtoi presionin ndaj Ilir Metës për të patur një përgjigje për ftesën për të bashkëqeverisur edhe në 2017. Sidomos pas Dibrës, kryeministri është shfaqur i sigurt. Por pas lëvizjes së deputetit të Dibrës, kjo gjendje mund të ndryshojë.